Nëse këto janë 15 shifra të një karte kreditit, numri i fundit është 9, po të kjo tjetra, numri i fundit është 2. Është thjesht matematik. Le të fillojmë me këtë numër pa e përfshirë shifrën e fundit. Nga e djathta në të majt, do të dyfishojmë shifrat. 2 do të bëhet 4, 4 do të qëndrojë siç është, 9 do të bëhet 18. Dy shifrat do i mbledhim me njëra tjetrën, 1 plus 8 dhe të shënojmë 9. 3 tani do qëndrojë siç është. 5 do të dyfishohet, bëhet 10. Mbledhim shifrat me njëra tjetrën, 1 plus 0 bëjnë 1 dhe shënojmë 1. E kështu me radhë bëjmë të njëjtën gjë për të gjitha numrat. Shuma e të gjitha këtyre është 61. Nëse totali duhet të jetë shumëfish i 10-s, atëherë sa do të shtojmë 61 për të qenë 70, do të shtojmë edhe 9. Shifra e fundit e kartës është 9. Tani, të njëjtën gjë do ta bëjmë nga e djathta në të majt edhe për kartën e radhës. Duke dyfishuar numrat nga e djathta në të majt, do të mbledhim dhe si rezultat do dalë që 58 është shuma e tyre. Sa do të shtojmë 58-s që të krijojmë një shumëfish të 10-s, do të shtojmë edhe 2. Shifra e fundit të kartës është 2. Algoritmi i Lunit është një